Balanse, do që ishin javën e kaluar diskutu, ose diçka disa e mashine. Sot ato njësitë e juaja që ju takojnë me paketat mujore, varësisht si e keni rregulluar, në mënyrë skematike do t'i shihni prej 14 prillit. Do thotë ato akumulohen dhe renditen në bazë të kohës ku i një abonu. Një dhe dyta, ne thamë që është mirë me datën 8 me qenë pozicionu. Ama nuk është fundos bota nëse themi jemi edhe me datën 9, po edhe me 19. Për shkak se ato njësit, gjithsesi, në që bëhet fjalë për balancin internacional, nivel internacional të përzija. Nësë mundime qenë gjithmonë, mundime njëherë në mujnë e parë me datën 8, mundime dhe mujnë tjetër me datën 8 me zonë pozicionën më të mirë. Po nuk është e mundur me që krejt bota e ka tendencë, ne me qenë vazhdimisht aty ne kudo. E atë nuk e di. Mirë po, vetë fakti se është proces dinamik, në vazhdimisht qarkullon, pse dinamik, për shkak se funksionon në bazë të shoppingut. Do thotë, kjo shkon si soji. Themi, një është para pagesat, dy është shoppingu personal, në tre është shoppingu internacional. Ti e keni pa, parsisht është shoperi rëndëm të apo është premium, 1% e vogël ndahet për me shku në njësi prej shoppingut. Ata njerëz nuk e kanë njësi, nëse se janë abonu. Mirë po, edhe shoppingu i tyre hynë në balans. E tash, krejt këto, do më thonë, çdo njësi me vlerën €1, derdhet në balans programin internacional. Dhe kjo dinamik, themi, këtu një realizohet edhe vazhdon jetën në nivelin tjetër, ndërkohë vazhdimisht larg vijnë tjera prej këtij produktit. E kemi çfarë? Edhe vazhdimisht shkarkohet, kur kjo realizohet, shkarkohet në tashmen, kur kjo realizohet, bëhet 50, edhe ajo që është e juja personale, vendoset në balans programin e vjetër QI. Edhe më ne vazhdon jetën derisa nuk jep 100 euro. Në fazën e parë, thamë është 12 euro, 10, 20, edhe themi përfundon në plus 100, krejt bashku 160. Cila është logjika? Themi se jo në proces, pagesat mujore në proces, i kemi bërë një njësi, të në QE, diku janë në sistem, diku janë në sistem. Edhe themi se ka kalu 10 vjetë, 10 vjetë, edhe themi se vetëm në nivelin e para të 10, në ato 10 vjetë, jenë realizu. Sa është e? Që nuk është të përrendrushme me folë për numra, po po jam një periud 10 vjeçar. Ok? Themi në proces, një mitat ndoshta nuk e ka ndonë këtë. Mirë po një pjesë e tyre kanë ra këtu ka ndonë këtë. Mandej një pjesë e vogël ndoshta ka ndërtuar këtu e ka dhënë këtë. Mandej një pjesë edhe më e vogël është e ka dhënë edhe 100.
Në proces, duhet me kuptu se sa ma shumë që rritet numri njerëzve në rjetë, të flasim tash për rjetën, a sa ka njerëz në botë potencial? Mbi 8 bilion, ama ata 8 bilion nuk janë krejt, themi ka fëmijë, ka njerëz më shumë, ka vende që s'janë të abonuar, themi 50% në Europë. Jo 50%. Themi se prej atyre 1%. Në 8 bilion, 800 milion. 10%. 8 bilion, 800 milion është 10%. 1% është 80. Në proces, si persona, nëse kuptojnë, themi këtë proces të lojës, gamifikimin e procesit. Edhe pse prapavin do të kësi diçka tjetër. Shoppingu normal, kjo nuk o biznesi, kjo është durat. Shopping po e në të libri. Do është da nesër për bëhet kompatibile kjo me të me di, nuk e di. Mirë por në proces, kemi mrenda element që në bazë shoppingut edhe abonimeve që nesër e bëj njerëz. Themi nëse unë sot kom bo shopping, edhe kom njësin për shopping. Për shoppingut që do të bën dikush nesër, mas nesër, qëtër mas nesër, muin tjetër, vitin tjetër, mu realizu njësi e rritë. Se unë jam i pozicionu. Ne nuk e di me qëfar shpejtësie, nuk e di me qëfar suksesi. Mirë por nëse marrim një periudhë kohore, themi 10 vjeçar, edhe di se jam këtu, edhe di se numri njerëzve rritet, ajo do të thotë se dikush që ka ble sot, dikush që është pozicionu sot, paguhet për njerëzve që nesër blejnë edhe nesër parapaguhen. Ata nesër parapaguhen për atyre që abonohen mas nesër. Nëse llogarisim numrin e njerëzve në botë, edhe rritjen, për shkak se bëjmë rjetë, kjo është krejt, rjetë, duhet në llogarit, duhet në pas parasysh. Ne nuk e dim se mundet bas një periudhe 2, 3, 5, 10 vjeçare, numër shumë i madh i njerëzve të marrë pjesë në shopping për arsye tjera, për motive tjera, për përfitime tjera. Mi por njëkohësisht të mbushin edhe sistemin binar. Kjo është sa i përket internacionales. Me kalimin e kohës, brenda vitit të ndodhe, pritet me u hap balansi personal, ku ne shohim aktivitetin tonë, njësit tona, në balansin personal, edhe i shohim njerëz tonë, të rjetës, ose të themi të rjetës, ju i shihni në Kosovë, themi një person është abonu, edhe i ka njësit e vetë. Këtu rënditën njësit e antarëve që i ka të rjetës. Mi po mujnë tjetër, njësit e mija, është e mundën me ra, bi njësit e juja, për shkak se unë nuk mujnë me më regullu prapë këtë. Pa marrë parasysh se jam pare është i regjistru. Edhe ju i kini fotografi e renditjes në sistemin personal. Kjo do t'vjetë. Mandej do të bëhet sistemi binar nacional, nivel Kosovës. Nacional. Të në kretë, mandej nacional të shteteve tjera. Veç e veç. Do thotë, kompleta e të tjetë me një farë harmonie, pritur me që një farë harmonie, që bën një sistem, një koncept asisoj që njëkohësisht përfitojnë edhe kompania, a përfitojnë edhe marketerat që janë brenda. Prandaj është me rëndësi në abonimin e juj mujor, mas pare mos me qumë dorë, s'paku 50 euro, s'paku me qenë aktiv. Edhe dyta, me mundu që atë abonim mujor, me rikthy si, duke bo një rjetë sa do të vogël, ju thash me 12 veta. Se cili për aty në 12 vetë dukohet për vazhdu në ato tjetë. Për shkak se këtu, çdo njësi që realizohet, dhe më thonë, çdo njësi, pa marrë parasysh në çfarë niveli. Dhe më thonë, çdo njësi e realizuar, në upline një provizion. E ishe
përveç abonimeve mujore që I keni, domethënë kur realizohet kjo me 12 euro, dhe me nivelin e parë, në hap vaj njep provizion. Kjo do të thotë se është me fat me pas rjetë. E ishe e qarta jo. Prandaj nuk duhet me ndalë aktivitete. Çka kemi thonë? Cila është atributi kryesor I njerëzve të suksesshëm? Qëndrueshmëria. Tash e kemi thonë, këtë pajtohemi, në realitet ne nuk qëndrojmë për dorëzohemi. Domethënë atë që e flasim, atë që e dim se është I mirë, e dim çka është atributi I njerëzve të suksesshëm, në megjithatë nuk e respektojmë. Për shkak se nuk I kemi besimet e duhura që një ditë ose në perspektivë ose në kontinuitet funksionon sistemi. Sistemi binar do të thotë sistem I natyrshëm I rritjes, sikur mitozat e qelizave. Një qelizë I krijon 2, 2 qelizë I krijojnë 4. Po qelizat edhe çka? Edhe vdesin. Qelizat lindin, por edhe vdesin. Më shumë lindin se sa që vdesin. Prandaj rritet numri I popullatës. Si rritet popullata, rritet edhe ekonomia. Keni menduar ndonjëherë se me rritjen e numrit njerëzve në botë rritet ekonomia. Sa ata njerëz kanë nevojë me hongër, me uvesh, me pas çatim mbi kokë, me pas vetura, me pas telefona, me pas gjithë ato që jeta I ofron. Ushqim. Domthonë rritet edhe ekonomia. E njëjta punë. Njëjta punë është rritje natyrshme. Etash. Njësia kur realizohet, domethënë se vdes, realizohet këtu, bjen këtu, vazhdon jetën, mirë po për kësaj jete, veç është ndamë, nuk ekziston më. Kur është realizuar me 12 euro, nuk mund të dhënë më prapë 12 euro. Shkon në nivel tjetër, në botën tjetër, shkon edhe jep vlerë. Kur të kryhet këtu mbaron, vazhdon diku tjetër. Sistemi binar është bukur, kompleks, nuk është I komplikuar në kuptimin funksionon në mënyrë thjesht, por njëherë kur mësohet edhe nuk haron. Menasia me qenë aktiv. Nëse si një aktiv, sidomos marketerat e vjetër, çka kanë bërë? Edhe asetet që I kanë vetat, I kanë mbyllë. Për shkak se sistemi është I ndërlidhur. Nuk e dim nesër çka do të vjen, çfarë propozimi do të vjen për në bërë I keqin e shopping point-ave. Nuk e dim. Sikur që unë as në ëndrat më të mira nuk u mujt me parapa deri ku do të vjen sistemi. Kur kemi hyrë ne, këtu s'ka asnjë prej njerëzve që ka hyrë themi para 10 vjet më parë. Ajo që atëherë ka qenë, me tash nuk e njeh, nuk është I njëjti sistem. Domthonë është ndryshuar shumë. Domthonë pritet me ndryshuar edhe në të ardhmen. Menasia është mos më ndryshuar, mirë, por ndërkohë, derisa nuk dorëzona, shiqoj që abonimin themi për 100 eurove gjatë muajit me rikthy. Nuk më kuptu ju me dhënë para për diçka mos më mundu me rikthy. Bota e biznesit nuk njeh as I kategori. Fati, a shteti diçka para në markete nuk I kthen, atë ndodh me shtëpia mos me kthy. Me mele mos me kthy. Nëse të mbledhet në rraf nuk shitet çka bën. E ul çmimin veç me kthy. Nuk më kuptu me u abonu për sistemi me na mundsune me marr provizione, fola për provizione të tjera në kaluar. Provizionin 1, provizionin 2, provizionin 3, provizione të tjera, të shku deri në karrierë, mos me nxjerr ato 100 euro. Nëse për 30 ditë, përmes këtij sistemi, përmes shoppingut, unë nuk jam I javë me nxjerr këto 100 euro, unë nuk jam për këtë biznes. Pra nëse jepni 100 euro dhe nuk lëvizni, edhe mbledhni njësi. Spaku është njerëzore, me hesh, me qenë pozitiv ndaj sistemit për shkak se se keni bërë punën, keni hyrë në mënyrë themi pasive me motive të marrjes, jo të dhënies. Edhe normal se do të vonohet procesi, edhe ndoshta gjatë vitit keni dhënë 1200 euro, edhe në fund vitit do të nuk I mora 1200 euro për njësi. Ti më ndoshta vitin e dytë, vitin e tretë. Mirë po, prej fillimit duhet me kuptu kur hyjmë varësisht prej motivit tonë, edhe prej qëllimeve tona, edhe prej aktivitetit tonë me ditë se qatë sa punojmë, qatë që edhe kemi. Pata një mbledhje në disa marketerë, thojza pak në Shkup,
Edhe u kështu njeni, a ishte me babën e ti, baba e ti heshte, po kish marrë, këtë djallit i kish marrë kësi krejtë dhe fuqi me diskutu, tha, çka ke thonë ti, edhe zërani thonë e kumbu. Tha, djallimi pas boti, këtë çka kumë thonë une. Tha, dhe çka keni bojo edhe unë kumbu. Tha, që pas thonë ti këtë çka kumë thonë une. Pas boti. Tha, ti, cila ka eri që që? Unë alo. Ka pas bo, çka kumë bo unë, çka ka bo zërani, ti kështë që sigurisht 8, nështë edhe 8 një, nështë edhe 7, se nështë edhe qësë je i pa fatë. Aman, s'kishe qenë, s'kishe ardhë deri këtu me bo këtë pyetje pa kuptim, se kur është pyetja pa kuptim, shumë rëndë me dhonë përgjigje të kuptim. Unë ja dhash pra. A i kemi qartë. Duhet me ditë ne, sa jemi të gatshëm, edhe për çfarë periudhe me ja bo hizmeti. Të thotë, renditjen do ta kemi prej mujt prill, do t'i shohim në mënyrë vizuale. Domthonë, kur shkoni në balans program, do t'i shihni tamam e shihni një cikël julia, edhe ta shihni lëvizjen javë për javë, për shkak se balansi i llogarit provizionet javë për javë, jo mujt për mujt. Nuk jep 12 për një herë, do të jep 2, 3, kur piqet, komplet bjen bidegës, praktikisht piqet, ai fryt, edhe jo, kur ai është i pjekur, duhet të ditë se kemi marrë prej asaj njësisë, kemi marrë tunat. A isha i qartë? Prej këm pa dhe slajdet, po nuk e kom vujt me kuptu. Ato që janë të këto ndare, që është 4-5-10 që janë ndare. Që do të më thonë njësit këtë rënditit ajo bjen tjetër. Po, që është nëse që kjo njësi, për shkak se thamë, cila është rregulla e njësisë? Një njësi, do mund kjo rregull, po flasim për rregull. Një njësi në sistemin binar, gjithmonë i lidh 2. Edhe kjo i lidh 2, edhe kjo i lidh 2. Secila i lidh ka 2. A vija imagjinare është në mes. Do thonë njëna është majtas, po, sigurisht. Po, çfarë? Njëna është majtas, tjetra djathtas. Kur sistemi, themi në këtë taftar, ink, i shef 50 majtas, 50 djathtas, do thonë bashkarisht janë 100 euro nga mrena sistemi. Ose prej parapagesës, ose prej shoppingut, kjo piqet edhe do më thonë ka dhënë 12 euro. Mi thonë ndërkohë, sistemi nuk i shef ish 50-50, shef 10 me 10, 20 me 20, 25 me 25, a jep provizionet vogla. Kur viçmo ka po 50 me 50, në mënyrë kumulative. Kumulativisht, ju keni marrë 12 euro. Edhe kjo njësi këtu vdes, anulohet, jetën e vazhdon në taftarin e arshëm. E fundi taftar? Ink. Taftar, se i taftar shprejë gjëpavare, se i uleti. Jo, në komër. Jo, bashkë është inka, është macedonisht, shqip është taftar. Fyt. Po. Fyt. Po, mund është me thonë edhe fyt, do më thonë sigur, edhe e keni pat orën me zalli? E ashtu është. Piqet në orën e parë, bjen në dytën edhe vazhdon, derisa nuk sitet mirë për me dhonë vlerën 162. Do më thonë, fuqia e një njësis është 162 euro, për 162 euro. Themi se rritët, themi se cila prej tyne, mekanimin e kohës i duhet 20 vjetra. Ka dhe problem? Një, mu shumëzu me 162? As po kërkon me hongra, as me pi. Qka me rëndësi? Mos me qenë në minus. Që to 100 euro ose 50 euro të abonimit, gjatë mujt me qenë aktiv me i këthy. Edhe unë e biznisin e kam pa para. Nuk ka nevoj me qenë shumë inteligent, shumë i menqur, për me bëhat mu. A i kemi të qartë.
A unë e pyet them se me atë punë nuk keni mojo 0-0, 100% i keni edhe 100 euro plus. Për shkak se është aty shoppingu, është provizioni për direktave, është për indirektave, deri në nivelin e 4. Është një pjesë e karrierës, edhe nuk mund të qenë vetëm 100, po është 200. Do i keni nxjerrë edhe kafën e mujt do të ngani ndaj kështu sandwich. Nëse keni bërë atë, me njërë hapet vizioni dhe mundësia për me bërë ma shumë. Ju më dhe e merrni çka? E merrni shkopin e edukatorit. Me mësu tjetrin me bërë që atë që e bëni ju. Asaj e thojnë me rjetën, me kultivu rjetën. Okej, e tash durim te nocioni rjetë. Hajde tash ta hapim temin kësaj. Cili është motivi kryesor? Themi, nëse bëni ju një bashkësi, që merrni bashkësi, merrni keni bërë një organizat. Pa marrë parasysh çfarë, është sportive, është humanitare, po. Kur mundoni me kriju rjetë, me bë numër të njerëzve, një grup njerëzish, ju më udhëheq. Mas asaj, mbrapa asaj ide ekziston çka? Ekziston një motiv. Motiv me cilin lidhet rjeta. Themi, ka organizata të njerëzve që kanë diabet. Cili është motivi tyne për me qenë me një rjetë? Informacione, sa ma shumë, forma të komunikimit, të shoqërimit, që me lecu çka? Hallin e diabetit. Ka insulin, s'ka insulin, ko ma I lirë, ko ma I shtrejt. Po. Ajo shoqat bot për me rujt një rreth bërthamës një interesit. Ajo bërthami shërben gjithve. Motivi është ajo. Kemi edhe rjeta tjera, kemi parti politike, dhe ato janë rjeta. Me motiv, cili është motivi të në? Me arë qeveri. Me arë qeveri dhe me qyrë sa ma shumë me vjetë. Me motivi është, ata dhe me, se për me arë qeveri, dhe më thonë, për më bo minister, ose kry minister, është me dash me shërby. Dhe më ti, je I gatshëm me punu për tjetëri. Që si lufte për botë e madhe, me shërby tjetëri dhe me s'kum pa. A realitet është shërbim. Po, ata luftojnë, po me dëni se qash punëtorja në qash shumë kanë kështu ndjenja altruiste që me shërby t'i kanë tjetër, jo. Motivi ty në është me përfitu. Dhe prandaj, shifni që në ato organizata ka shumë pak intelekt, ka shumë pak trup. Shka ka? Ma te për motiv, qysh me u pasuru. Mirë po ekziston mas asaj motivi. Me rëndësi e kam, ju me kuptu se ekziston një motiv më mbrapa. Njerëz nëse s'kan motiv nuk organizohen në grup. Themi organizimi fetar. Kur themi bëhet rjeta, ato rjeta themi besoj, ka ndaj motiv, a e kanë frikë, Zoti, nuk e di. Ne hoqë shtirë. Po, nuk e di, a është ndaj, po, pra pasaj ekziston motive, etash, ato motive nuk janë gjithmonë brenda rjetës, jo krejt njerëzit nisën bashkë për njëjtin motiv. Ekziston motivi dominant, ama brenda tyne nuk janë nisë krejt, normal, nëse flasëm në parti politike në kësë mësë, me thonë se gjithë janë nisë me vjetë. Ka dikush që ka ndjenjen, çka? Patriotike. Një po ajë, ose ajo që futet me asin ndjenje, me asin motivi, është pa kuptueshme për masën tjetër dhe mbrenda sistemit e mbysin, ose njerëzit që janë jashtë e shohin edhe atë person, që realit ka hy me motive krejtësisht humane, me pa në bazë të narrativit
të eksperiencave politike të mëparshme, të hajnisë, dallavereve, të vrasjeve të tjera. Do të thotë, cili është përfundimi I kësaj? Se gjithmonë mbrapa rrjetave ekziston një motiv dominant. Ka dhe motive tjera, por ekziston një motiv dominant. Okej? Çfarë do grupi? Merrni çfarë do grupi? Keni edhe sekta të ndryshme. Gjithmonë mbrapa ka prapavi të ndoj interesit dominant. I keni masoneri, keni themi organizatat nivel botënor, mbrapa saj ekziston edhe shtetet, edhe fuqitë e mëdha, që janë rjeta, që janë masë njerëzve, koka në bazë e ka motive. E kemi qartë këte? E tash pyetje $1 milion. Cili është motivi kur krijohet network rreth një network marketingu, rreth një idesë? Cili është motivi? Por një shtu, haptas se si jemi këtu me voqefin vetë vetës. Me qenë të hapë për marrë deri te formula. Cili është? Fillim është në vëpare. Motivi dominant, do më thonë është qëndror. Dollar. Që po shtini, po e bojnë dollarin, ose euro, do më thonë parave. Kjo është motivi dominant. E po rrisim si një njësi përve. Njerëzit në network marketing nisën pikë pari për motive material. A është e vërtet? E vërtet është. Nëse unë e pyes vetëm ku kom fillu, ai ka qenë. Nëse ju pyetni vetëm, gjithmonë ka qenë. Hala është çaj motiv. Ndërsa, domthon kjo është motiv si ta qumë, motiv? Dominant. Bravo. Motivi dominant. Edhe kjo është vlerë. Po parë është vlerë. Ama a ekziston me po vlerë për jo vlerës? Nuk mundet. Qysh bëhet para? Çka qëndron mbrapa produktit vlerës shtuar? Çka qëndron? Qëndron aktivitet, harxhimi I energjisë, harxhimi I mendjes, I punës, I kohës. Do të thotë s'mund mu kriju vlerë për jo vlerës, duhet me pas generator rreth kësaj, me pas generator që krijon këtë vlerë. Do të thotë burim I energjisë. Themi për me arë kjo dritë deri te ne. Mbrapa kësaj, dini çka qëndron? A dini çka qëndron mbrapa kësaj? Nëse kthehemi te generatori, ka rrjedhat ujit, ka sjellje të hatashme, ka akumulim, ka proces natyror, proces shkencor, teknologjik mbrapa për me marrë deri te kjo. Nisoj edhe kjo dritë. Për marrë deri këtu, duhet me pas proces, edhe procesi me qenë çka? I dominum, çka? Rreth temës. Shifni tash, mundi me ushtru një gomar me qenë perfekt gomar. Me vërtet, me bajt shumë anë e këtemi. Po kur ai gomar nuk I arrin performancat e një kali. Ushtroni sa doni me gomar. Se ne mund kali. Do të thotë, ku me di çfarë gomari me qenë? Unë duhet me di se jam gomar dhe me funksionu si gomar, me qenë gomari më I miri. Mja dit vetvetes cili është talenti im. Nuk mundi ju mi konkuru Bill Gatesit. Asun. S'u miru të lojën e kalit, as lojën e shqiponjes, as lojën e luanit, as telefonit. Për atë që jam unë, duhet me zbulu për çka jam unë, ose nëse kom marrë një punë me pa karakteristikat e asaj pune, edhe në bazë të asaj me funksionu për me kriju generatorin më dhe mu këtë vlerë. Po flasëm tash gjithmonë për network. Për me ardhur deri te kjo vlerë. Çka ka mbrapa? Tam ka generator edhe ka elemente për rreth. Ka përmbajtje tjera
ka përmbajtje tjera që ndihmojnë në mënyrë direkte, indirekte, e ndihmojnë këtë proces. Edhe atë ne kemi thonë është çka investim në vetë. Këto me zveti krejt komunikojnë. Si çka për duket këtë? Mu duket si neurona, a këto lidhe si kur sinapsa. Bisedum për neuronat dhe sinapsat e trunit. Sa më shumë sinapsa, aq më shumë funksionon truni. E tash, të ju kthej tash te rjetat. Për me pas sukses një rjet, për me dhonë motivin për cilin është njësa e rjet, ajo rjet duhet me qenë edukume. Me pas edukim. Edhe atë edukim e promovojnë network marketinget të ndryshme, mas shumë të unë që e kom pa ka qenë më e vogël. Unë kom pa network më të organizuar sa i përket përcjelljes së informacionit edhe edukimit. Mirë po, këto që po i shihni, këto janë elemente për mbajtje që flasin për personalitetin tonë. Kjo është karakteri jonë, edhe ajo që ne si qenje jemi, ato janë perceptimet tona. Hajde ta zbërthej, nuk di sa jemi qartë. Hajde ta zbërthej. Sa njeriu funksionon, e krijon narrativin për vetveten, për hapësirën që jeton, për botën që është në bazë të 5 shqisave. Do thotë, cilat janë 5 shqisa? E kemi shqisën e të pamurit, të dëgjimit, të nuhatjes, të shijes edhe prekjes. Në bazë të asaj, ajo është sistem kompleks që në varësisht ne si i kombinojmë ato shqisa. Jo, asnjëri njësoj nuk i kombinojmë. Për shembull, këtë ngjarje tash, ju po përjetoni secili në formë të ndryshme. Asnjëri njësoj jo. Në bazë të shqisave. Ato shqisa çka bëjnë? E krijojnë narrativin në trunin tonë, trunin e ju. Do thotë, truri si organ qendror që e bën perceptimin në bazë të asaj që shqisat neve na mundsojnë, e japin fotografinë e juaj për çatë çështje ose për të çështje tjera. Botën ne e shohim varësisht si neve e perceptojmë në bazë të shqisave dhe përpunimit ton në trunin ton. A është kjo e qartë? Etash, në network marketing, lideri, edhe ai që do më dheq rjetën, e din shumë mirë se duhet përmarrë deri te paraja, duhet me u plotësu këto përmbajtje, gjitha duhet me u plotësu, gjitha duhet me pas, ndoshta jo gjitha, por shumë se duhet me qenë elemente të vetdijes plot. Për shkak se nëse unë jam nis drejt me kriju para, pa vlera tjera, këto janë krejt vlera. Themi këto të ejteve, më partë mërkurëve që kemi bërë dhe temat që kemi bërë, janë elemente indirekte që ndihmojnë përfitimin e parave. Këtë çka kemi folë deri tash, këtë çka kemi promovu deri tash, kanë qenë elemente ndihmëse që në mënyrë direkte apo indirekte e ndihmojnë atë proces. Jo të gjithë e kanë besu edhe e kanë perceptu në asisoj. Për shkak se kur janë nis për motivin dominant, unë du me fitu para. Dhe kur I thu ti, se nëse do me fitu para, dush me nis
me lexu rreth asaj teme, për shkak se gjeneratori çka tham, funksionon edhe jep vlerë rreth atij motivi, vetëm po që se në temën, prandaj edhe shembullin e gomarit. Se du me bajt shumë, duhet me ushtru unë e mirë, që me bajt sa më shumë dru, me qenë gomari mirë. Me dhënë performancë të mirë. Dhe me qenë i përgatitur. Me ushqy mirë, me qenë i ushqy mirë. Me dhënë performancë. E ta shka ndodhë, në grup të madhe, në sistem, në rjetë, nëse njerëzit janë nisë vetëm për motivit material, dominant, këti me nisë, ama nuk e kanë kuptu se për marrë deri të kjo, duhet me avohë hizmetin, se këtu ekziston një atribut që quhet punë. Punë adekvate sistemit. Edhe niset prej elementit kryesor. Cili është elementi kryesor në me avohë? Cili është në shoppingu? Lidhja mes shoppingut, njeriut me shoppingun, i cili bëhet të tregtar në sistemi. Që aty fillon. Edhe loja është nëse unë kom orientu shopping, kom orientu prej masës parave që ekzistojnë në botë, kom orientu shopping, unë çka kom bë? Kom bë marketing. Një pjesë të qarkullimit parave, kesh flowun që edhe ashtu qarkullon në botë, e kom orientu të disa tregtarë. Në emën të asaj, çka ka ndodhur? Kom marrë provizion. Nëse du ma shumë provizion e bëj, rjetë. Mirë, por në atë rjetë, duhet me pas proces të edukimit që masa e njerëzve, me qenë në masë kritike, via e mesit, me qenë masë kritike e ventijes lartë, se deri te paraja nuk vihet në mënyrë pasive, hiç pa punu, hiç pa apovizim. Është shumë çudi e madhe se kur përdoret nocioni punë, njerëzit kanë dhimbje. Kur i thu punë, duket se ju ki thosë se ki gjyku me të dhënë dënim. Kur i thu punë. Ha? Realitet është promovim i një procesit i cili e humanizon shopping e tash. Nuk muj me kuptu. Atë shumë sa kemi pas ligjerata, unë prej vitit 2012 deri tash me mija, dhe më 2-3.000 është prezentime. Që pa mas, prej Business Infos deri në seminaret të ndryshme. Po njëkohësisht, jo vetëm që kom folë, po kom marrë pjesë në seminaret tjera ku tjetri ka folë, tjerë ka folë. Edhe çka? E kom kuptu se pa qenë këto atributët, unë e bona një rreth ka dhe në tjera, nuk mundë me ardhë deri. Muj me ardhë, themi, e kom plëcu një atribut vi, marrë diçka me një sistemi, këtën, pra. Duhet të kuptu një herë për gjithmonë, se kur bëj një punë, për më arrit një qëllim, ajo vjen përmes investimit në vetvete. Kur themi investim në vetvete, e do më thonë, në çdo aspekt me kultivu, me pasuru, me shtu dijen edhe kapacitetet personale të trunit, po dhe përmirësimit të karakterit. Për shkak se ne, thash, përmes shqisave, shohim në formë të ndryshme, varësisht se si jemi rritë, për shkak se dhe rrethanat na kanë kriju asisoj që themi dike një nuhatje, themi një aromë e shtym në emocion pozitiv, atë tjetrin e fut e njëjtë aromë në emocion negativ. Për shembull, te unë, kur fillon me lulëzu në pranverë, themi me gjembru natyra, lulëzu lullet, për shkak se lirojnë
aroma të ndryshme, unë përfitoj motiv shumë të madh për jetë dhe për punë. Diken tjetër e futen melankoli. Varësisht rrethanave jetësore. Dikush merr energji, dikush bie krejt. Do thotë, jo të gjithë i kanë me të njëjta shisa e perceptojnë njësoj botën. Ajo ndodh te secili njeriu dhe gjithmonë ekzistojnë njansa. Rrallë ka dy që shohin njësoj. Po, ne mujmë u pajtu se diçka që është e bukur për gjithë, është e bukur, dhe s'ke thonë shumë e bukur. Mirë po, niveli sa ato ndjenjat e mbrëmshme, themi emocionet, thithin, themi atë bukurit, të avën të njerëz. Ju duhet me ditë se kur punoni rrjetë, punoni me njerëz të ndryshëm, të cilët janë në mesatarën e perceptimeve, hajde të themi normale të jetës. Motivi tyre është qysh marrë deri te para. Edhe është rënd me i majtë në proces njerëzit për me kuptu se deri te parët vihet në formë krejtësisht tjetër. A i dini pse? Për shkak se ju keni eksperjenca të ndryshme të familjeve, të njerëzve që i njihni, si kanë ardhur deri te para. Dhe ju mendoni se ata kanë ardhur direkt te para. Jo, ai është proces dhe ata njerëz edhe me qenë para që vjen për kriminalitetin, është proces i kanë plotsu kushtet, do nëse negative i kanë plotsu kushtet. A për mundheqje rrjetë është shumë rënd. Rëndën po e shtim thojse. Pse? Për shkak se duhet një kulturë e posaçme që duhet më promovu që njerëzit me kuptu se duhet mi pas ato atribute. S'di sa qindre herë ku përmend, se qëndrueshmëria është atributi që i stolis krejt njerëz të suksesshëm. Domthonë, ata janë të ndryshëm, po të gjitha kanë karakteristikë janë të qëndrueshme. Qëndrueshmëri do të thonë qëndrueshmëri do të thotë të gjitha format e sfidave që paraqiten mi tek ai. Edhe thu, pa marrë parasysh çfarë sfide mund paraqitet. Unë jam i gatshëm me sakrifiku më ardh deri te këto dije, deri te këto karakteristika, për më ardh deri te paraja. Çka po mendoni në fazat që kanë ndodhur në këtë proces 13 vjeçar prej kur tash më po hyn vitin e 14. Që jam net fort. Çka mendoni, sa ka pas momente të rënda sfiduese? Ja shkon. Plot ka. Ma të mëdha ishin, unë mendoja se si kalon koha, sa më shumë gjypi në karrierë, do të jetë malet. Çka ka ndodhur? Maran. Sa më nalt që në fut, kanë fry hera, stuhi matron. Stuhi rënd ishte 2 vjet Covid. E ndroi krejt sistemin e të menduarit, narrativit të percepcioneve të njerëz. Rrjet. Nuk e ti themi për jetës time që të bëhet gati 200.000 njerëz, cili person brenda çfarë ide ose çfarë i thot mendja ose trupi. Madje ndodhi konflikti nivel planetar po flas. Rusi, Ukrainë. Dhe po ashtu e ka ato ndikojnë te perceptimet tona. Ato ishin sfida shumë të mëdha. Çka më ka mbet mua në ato sfida? A më me ndru kahën e Covid? Jo. A më ndal luftën? Jo. Çka mbetet mua? Në bazë të rrethanave të krijuara, unë me shfrytzu kohën që me u rrit personalisht, me ndryshu paradigmën, narrativin tim rreth kohës aktuale. Kur ka pas mbyllje, domthonë, me siguri ka pas edhe këtu regjim ku njerëzit s'kan mujt me dalë. Në Kosovë, Shqipëri ka qenë ajo më kështu e veriste. Aty ku banajun është vend dinamik, ka vetura, ka rrugë, ka
pas qetësi absolute. A dini se unë për atë qetësi tash kom nevojë. Edhe çka kom bërë atë kohë, mas shumë t'i kom lexuar. Kurrën e balkonin e banesës nuk e kom shfrytzuar për shkak të zhurmës veturave. Gjatë Covidit ai ka qenë vend jashtëzakonisht i bukur. E kom kërku mbështetjen time, domethënë atë ushqimin tim që gjatë kësaj kohe me shiqu me mbulu zbrastinën që është kriju. Pastaj jam adaptu në nivelin tjetër të përdorimit teknologjive të online, mas shumë të atëherë filloi ajo sistemi i Viberit, i kësaj këtyre webinareve. Ju kujtohet. Dhe mandej vazhdoj domethënë ndryshoj sistemi, për me ndryshuar atë sistem. Është dash me bë një ndryshim, është dash me bë një lëvizje. Shumica çka kanë bërë? Le të kalojmë Covidin mas ne shohim çka bën. E kanë dhe shoppingun lëre. Çfarë ty ka dalë me papuçe ka marrë ku ka mujt. Ka bërë shoppingun, as si ka interesuar realiteti. Atëherë sfida e liderit ka qenë me majtë energji në nivel të lartë. E po shumë është rëndë me ndiku gjithë me i majtë në njëjtin nivel. Eta, çka ndodh? Nëse diku ndodh qelis që është e vdekur. Kthehemi që kjo në strukturë, këto janë atribute, ama kemi njerëz që është qelizë vdekur. Ose është kancer. Çka ka bërë? Çka ka bërë kanceri? Infektuar atje. Ka shku, i ka helmu edhe qelizat tjera. Metastazë. A ka mujt me helmu ndonjë qeliz, ose ndonjë person i cili ka qenë nivel full të energjisë edhe ka investuar vetë. Jo. Që është i shëndosh. Jo. Këta ka helmu, atë që ka qenë afër, ma i dopti që ka qenë afër me mendime. Edhe metastaza është për. A ne dim se botën e kanë hec para 5%. 95% janë out. Përtojnë me mendu. Nuk di se e një qëtë. Nuk vjetë. Pa tjetër, duj me qenë të vetëdijshëm se ekzistojnë këto elemente. Po, me rëndësi është për mu që ju me kuptu se deri te kjo nuk arrihet lehtë pa e bo hizmetin s'paku vetës, edhe pa e përcel të tjetri atë që ti si mendime ke kriju në bazë të vlerave të shtuara që ja ke hap derën ti. Nuk mundesh dikuj me i dhënë diçka që ti nuk ke. Ti mundohesh, ama kot ti i zbras, dhe mundesh me dhënë vetëm zbrastinën, kush e ti. A kur ulemi në tavolinë dhe diskutojmë për motivin dominant, edhe nuk ka para, çka themi? Nuk ban networku, kjo nuk ban. A nuk e shohim vetën se në realitet të ne është problem. Motivi kur jemi fut në mrenda, nëse ka qenë dominant vetëm paraja, a ndërkohë nuk e kom kuptu se deri te paraja vit, po qese unë i respektoj rregullat e gjeneratorit. Po, unë kom vetë prap të motivi fillestar vetëm a ka para. Shihni çka bëj. Nesër, ose javën tjetër, me pas këtë marketierat që kanë hyrë, me pa në konto para, çfarë do bazë? Kjo sallë nuk i nxe njerëzit. Nuk i nxe. A unë pyet them, sa ai që futet me motiv vetëm para, mos po them se qëllimi komunitar nuk është ky. Okej është, por nuk është direkt më i marr, duhet mirë indirekt. Unë pyet them se edhe me marrë ata para, nuk është e mundur me marrë një suksesive, nëse pasiviteti tyre fillestar ka qenë për para edhe nuk bëjmë kur gjë tjetër. Ju shifni kush ka çu dur ose kush është më negativ.
kretë ata që kanë hyrë për me pas shka akcion. Edhe kanë kuptu, okej, kam akcione, po edhe në botën e akcioneve se ka kuptu lojën. Nëse dikush për ju është i edukum, çish funksionon bota e akcioneve, që unë për ju them se Amazon, ose merrni edhe Apple, 30 vjet nuk ka da dividend. Akcioni tyre ka hyrë, por dividenda s'ka nda 30 vjet. Zdi, a e din Skënderi, se i njefat. A e mendoni? Në Turqi, domethënë është një kampanjë për me bërë një vetur nacionale turk. Dasht me startu me disa bilion dollar. A e dini aksioneri më i vogël me sa bilion, me sa para ka hyrë? Me 500 milion dollar. Aksioneri më i dobët. Edhe rregull është 15 vjet. Mos e pas kur farktimit para. Mos 15 vjetëve me fillim fitim. Që hyni, kontrolloni ato dhe t'i shifni. Warren Buffetti prej moshës fëminore ka fillu me bo investime pasive, mas 20 vjetëve është kriju milionat e parë. Të po thotë më interesant. Amazoni po thotë nuk pagun dividenda, pa aksionar dhe thotë me investu parët që me rritin në rihat e mashë. Në as të vjep. Ana çka bëjmë? Çka bëjmë tash e mysim patën, pak mja marrë kretë vestë, sa nuk presim në me në thonë çdo kush që një vestë artë, pas ka pata vestë arta, pa patën t'ja marrë kretë vestë. Në figurative për të. Mytja e patës është kur ti pasivizohesh me një sistem ku ka nevojë për aktivitetin tënd, s'poku për shoppingun tënd. Dhe kjo është shumë punë me rëndësi. Apple mas 17 vitesh. Apple ka dhënë mas 17 vitesh, po. Për me kriju vlera, çfarë do vlerë? Për me kriju vlerë që ju e dërni, jetën, botën që ju e dërni. Jo orën e kaluar, orën e para kaluar diskutum për atë kufirin, ose të themi atë mos kufirin, ose unifikimin e shkencorës, dijeve me shpirtnorë. Edhe thamë se përmes fizikës kvantike, edhe rregullave të fizikës kvantike, shkenca dhe bota më e kupton se ne mund ta krijojmë jetën tonë. Ne jemi vetë kreatorë të jetës. Ne jemi kreatorë. Po problemi është se ne nuk e besojmë se ne mundemi me qenë kreatorë. Aty është problemi. Edhe ato kreacione ekzistojnë këtu. Shifni, nëse unë e bëj analizën time, rezultatet që në arrit këto 13 vjetë, në krahasim me 130 vjetë më parshme të familjes, janë pa krahasim. Pa krahasueshme. S'po flasim në pikpamje materiale. Po flas në pikpamje të vlerave tjera, pa krahasueshme. Kjo do të thotë se nëse unë vazhdoj edhe 13 vjetë tjera, nëse kam jetë, nëse e kam determinuar për krijuesit, do të krijohen vlera poshtë tjera. Që do të thotë se unë me 13 vjetë e arshme, unë e rregulloj edhe 130 vjeçarin edhe tashëm, po e te i kaleve të kaluar. Edhe ajo bëhet gradualisht, nuk është e mundur për një ditë. Ama nëse çdo ditë unë e bëj hizmetin punës, sikur që hani bukë çdo ditë, cili për jush nuk hani, nuk pini. Nëse ju e ushqeni trunin me atribute themi pozitive, me vlera të shtuara, në ditën mas sa merr një ushqim, mas 10, 15, 20 vjetëve, dallimi është shumë i madh.
ma nderealizohet kjo. Po ne çka do njerëzit? Shpejt. Ajo është mentaliteti i tezgës, të kompiragjisë që në mëngjes duke që në nëshmu, po i nxerrën tezë kompirat, i shet në fund mbrëmje i numëron para. Ai nuk ka kohë sa ajo me mendu. Dimrit mërdhiket, verës piqet për me shit patatat. Edhe në fund mbrëmje i numëron para. Aty s'ka kur fa investimi. Atë që aty mbaron. Edhe shef ditë për ditë. Po, puna në network është me rrit numrin e njerëzve rreth asaj ideje, prafërsisht me mendu njësoj rreth asaj ideje, dhe prafërsisht me i pas edukatën e përafërt, edhe bashkarisht shumë ma tepër krijohet vlerë për secilin individualisht. Nuk mundem unë sa ta që rritem unë, nëse punoj network, sa ta që rritem unë, personalisht, sa ta që bëj investim vetë. Në punën që e bëj me ju, nuk është e mundën unë me u rrit, po që se nuk ka në mesin e juj, s'paku një numër kritik i njerëzve që prapërsisht mendojnë si unë. Së është e mundën. është e mundur unë me bëni sukses me mendimin tim. Ama nëse rrjet, kjo është i puna e lutjes, nëse çojmë lutjen në mas, atëherë performanca kthyse që vjen ata njerëz që lutën në mas, për njeri ai koeficient është më i lartë. Për shkak se fuqia që përcillet, më tregova para 2 orësh, para 2 prezantimeve, meditimin budistik që kanë bërë në Washington, duket. Edhe ka koeficienti, ka përqindja e kriminalitetit. Për shkak se në mas është përcjell energjia. Dhe si mas fizikës kvantike, do thotë se ekziston kufi në mes mendjes, dijeve edhe shpirtënore. Materia krijohet te elementi shpirtënor, materializohet atje, do thonë atje krijohet e materializohet jetën e përditshme. Unë jam kreatori. Sa minuta? 57. Kam të shkejma shumë e gjërë, në punët me hyja aty, nuk dalim edhe 2 orë. Shime, vetëm një punë duhet me ditë. Se truri njeriu, fatmirësisht, pa marrë parasysh në çfarë gjendje jam sot, e ka plasticitetin e vetë. E ka atë aftësinë e ndërtimit ose pasurimit. Asaj në mjeksi, në medicinë quhet neuroplasticitet. Neuro është neuroni, plasticiteti është pa marrë parasysh çfarë përgatitje momentale, mentale trurit ka, unë mundem me shkaktu ndryshim edhe pasurim të rritjes neuronave, lidhjeve mes neuronave, të në sinapsave, edhe me dhënë performancë. Ta dini një punë, nëse për ditë e bëni atë punë që keni bë dje, par dje, çdo ditë e përsëritni një njëjtën punë, nuk ka zhvillim trunit. Nuk ka. Nëse s'ka zhvillim trunit, atëherë nuk ka realizim. Çfarë ju them? Shkencërisht është e vërtetuar se pjesa përpara me trunit mendon. Është ekzekutive, ajo mendon. Vazhdimisht mendon. Në bazë të atij mendimit, në normën e prapme krijohet fotografia e asaj që du me qenë. Domthon fotografitë krijohen mas. Ato shqisat për cilat fola, domthon ato kryqëzohen, diku në mes të kokës, domthon nëse bëjmë prerje, diku në mes kryqëzohen. Domthon e shohim me 2 sy, me syrin e majt diku kryqëzohet ka ana e djathtë të trunit edhe e kundërt. Do thotë
shqisat e mia e krijojnë mrapa fotografinë mentale të materializimit të asaj që do të vijë. Do të thotë truri përpara, do të thonë pjesa përpara me trurit është analitik, që mendon. Sa ma varfër që mendojnë, fotografia mas është Ma e keqe. ma e varfër, ma e keqe. Dëshirat janë diçka tjetër. Dëshira është dëshirë, me kërku. Ama nëse dëshira nuk korespondon, nuk është e përputhshme, nuk është kongruente me mënyrën e të menduarit, analitikën time, nuk është e mundur me u kriju fotografi e shëndetshme mos. S'është e mundur. Përkundrazi, krijohet fotografi krejtësisht tjetër. Ja një shembull. Do thotë është bë hulumtim te njerëz të Burgosun që kanë pas vepra shumë të rënda. S'po flasim për konfiguracionin e trunit, është shi edhe fotografi, truni është me të metra. Çka ka ndodhur? Është në përfundim në intervistat që janë bërë të ata Burgosu, vrasës kriminal, gjatë rritjes 95% atyne kanë thonë se printet e tyre i kanë thonë ti ki me marrë në burg. Edhe në trunën e tyne për të përparme, në analitikën e tyne, si fëmijë, mandeni në adoleshencë, në rini, cile ka qenë narrativi i jetës. Sa ata duhet me marrë në burg. Fotografia atyne ka qenë ajo. Edhe ata komplet sistemin e të menduarit, themi, e kanë orientuar ndej. Edhe kur janë hyrë më thellë me pas sa ata janë s'kan pas emocione, ata nuk kanë qenë të vetëdijshëm se me vrasje po bëjnë dëm. S'ka mujt truri tyne me e kap. Do të thotë, varet çfarë trurit përparm kemi ne për me u kriju fotografia mbrapa. Nëse të menduarit është i shëndetshëm, normal s'më me qenë ideal. Ideal, po me shku, me u afru sa ma shumë ideales, atëherë fotografia e mbrapsme është si duhet, ajo është rregull. Edhe për asaj rregullës s'ka dalë askush. E tash pse njerëzit e humbin vetveten? Pse nuk mendojnë në mënyrë racionale? Pse nuk e kultivojnë vetveten? Për shkak se janë stres. Janë stres. Nuk janë sfidë. Sfida t'jep adrenalin për punë. Sfidë. Ta në stres. E tash, kur sfida është totalisht e pashëndetshme. Vetëm parë, aja ka lënë stres më. Ka lënë stres. Edhe mandej stresi është gjendje e paralizës, kur gjë nuk bën, edhe vetëm shiqon me fajsu rrethin për mos suksesin tonë. Edhe stres kur gjë tjetër. Tash derisa po flas unë, ju po bëni analizë me trurin e përparme dhe po krijoni fotografinë e momentit. Domthon, po bëni analizë, kjo është gjendja e tash. Që, domthon po flasim, është kriju një farë mendimi me trurin e përparme, e tash ju keni fotografi krejtësisht tjetër në krahasim, themi me një situatë ku nuk e kishim pas këtë gjë. Dhe kjo është vetë futje në procesin e të menduarit. Fatkeqësisht e kemi një herë në javë, mund ta bëjmë, mund ta shpeshtojmë, por duhet edhe ndihma juaj. Ju me qenë proaktiv, mos me qenë vetëm pasiv, me ardhmë me dëgju dhe mos me thonë kushtet janë kriju krejt, por brapa asaj ekziston një organizim, ekziston një kreativitet për me pru deri këtu punën. Domethënë, ne krijojmë përmes të menduarit. Do të përfundoj tash.
sfidat e përgjithshme që na ndodhin. Janë gjithmonë hajde më mirë ta formuloj. Sfidat e jashtme janë gjithmonë të rënda. Nuk janë të lehta. Shihni, nëse kthehena në fëmijëri, më mend themi prind, po dhe shoqënia e prindve, po dhe gjyshi, gjysha, më mend si fëmijë, themi lajmet i kanë dëgjuar dhe unë dëgjoja lufta në Vietnam, Kambodgjë, viteve 70-ta, mbaj mend bile edhe fotografinë, domethënë ato narracionin si fëmijë, kur diskutoheshte Kennedy si kryetari i Amerikës, po mandej Nixoni. Do thotë vazhdimisht në lajme ka pas se në botë diku bëhet luftë. Edhe nëse e marr atë kaluar edhe sot e njëjta edhe sot njëjtën e kemi. Çka do të thonë? Sfida të jashtme, lufta atje, luftë këtu gjithmonë ka më pas. Kur nuk ka me ndale. Shqyqani në kontinuitet, historikisht, do shta s'ka pas luftë botnore, ama ka pas vende që ka pas sfida. Për marrat sfidën, se jemi si sfidë ndërkombëtare. Sfidat e përditshme, individuale, familjare, themi të rrethit, ku jam rrit, katundit, qytetës, qytetit, mohallës, në familje, po ashtu ka pas gjithë. Ka mbaruar një proces, ka filluar një proces tjetër. Themi, unë jam rrit me një familje, ma ajo familje s'ekziston. Ekziston, po jemi të rritur se cili kemi kriju. Domthonë është shkatëruar në thojza një bashkësi, jam kriju bashkësi tjetër. Domthonë vazhdimisht ka ndodhur ndryshim. Edhe ajo është domthonë konstant. Ajo është e pandryshueshme. Gjithmonë kena pas sfida. Jes nizëm një jetë, edhe gjithmonë e mendojnë vetëm orën pozitive. Duke mos e ditë, ose duke mos e marrë parasysh se ka mbrapa saj edhe sfida. Vazhdimisht në sfida. Gëzohen njerëzit se janë martu, për me majtë martesën ka sfida. Gëzohen njerëzit që ka lind fëmijë, për me majtë dhe me kultivu ka sfida. Sfida prit pelenave deri te smundjet. E dhe mandej të shkollimit. Ka sfida. Nuk del matematika e shtëpisë në pazar. Thot, ajo është konstant. Kur ajo konstant e jashtme, amortizohet më mirë. Nëse ne jemi të përgatitur apo të pa përgatitur. Nëse jemi në të përgatitur. Shihni tash sa është, ndoshta javën tjetër hapim ma thellë të vijim këtu. Po e bëj vetëm një hyrje dhe të mbaroj. Qetësimi i trunit tonë, për me fillu me mendu, është njësoj sikur themi një liçe ose një det që është në val, është i shqetësuar, komplet i shqetësuar. Për shkak se ka era të ndryshme, ka lëvizje të ndryshme, ka rrethana të ndryshme. Edhe jemi shqetësuar, është i valzuar. Edhe në shqetësim, nëse është truni i shqetësuar, a mundet me marrë në mënyrë të themi të shëndetshme vendimin. Mund të funksionon në mënyrë shëndetshme. Jo. Prandaj qetësia jon është vendimtare. E keni pa detin e qetë apo liçenin e qetë. Keni pa ndonjëherë liçet qetë. Kur qetësohet liçeni, edhe një miskoj, thërmia më e vogël shifet, e keni pa? Do thot, kur ka varë, nuk shifni kur gjomë. Do thonë, është i valzuar, nuk shef kur farë thërmije. A kur është i qetë, shef gjithë shka. E ashtu duhet me qetësu shpirtin edhe mendjen, me qetësu. Me marë pa frika, pa stres. Edhe me pa, mu qetësu për me mujtë me i pa tamam çdo lëvizje, me qenë vetëdijshëm për çdo lëvizje. Ato janë sisteme që në kulturën islame janë determinuar shumë fort, po edhe në besimet tjera. Mënyra e të menduarit lidhjen me
botën shpirtërore. Atë meditimin, po e flas me një gjuhë përgjithshme, me pas të shëndetshëm. Edhe aty ka disa faza. Kemi meditim ku unë fokusohem në një punë, edhe aty valët e trunit janë fokusuara në një punë. Edhe unë jam i koncentruar, i fokusuar në një çështje. Edhe është meditim me fokus. Keni meditim qetësimit, a keni ka ndodhur ndonjëherë me ushtrin, plazh mramje. Kur hana reflekton në ndetje apo në liçe. Edhe ju praktikisht jeni shtrirë, jeni relaks, edhe është një meditim ku ju jeni të vetëdijshëm për çdo lëvizje, dhe se ka muzikë dhe dëgjoni muzikë. Nëse jeni fokusuar me një punë, do të ndodh muzika se dëgjoni, se jeni të fokusuar. Ato janë varë tjera të unë. Nëse jeni, themi, në vëzhgim, e shifni, e ndjeni deri edhe frymarin, është një qetësim i llojit tjetër. Domthonë qetësim i liçenit me fokus, këtë tjetrin me një relaks, ku jemi vetëdijshëm për frymarrjen time, për trupin tim, për gjymtyrë, për rrethanat. Atëherë ego në kontroll. Ego nuk e ka fuqi. Nuk ekziston një lidhje tjetër shpirtërore, që thuhet meditim transcendental, ku dal prej vetvetes. E te i kaloj vetveten. Jo me një dimenzion ku nuk ka, domethënë, as hapësirë, as kohë. Ku komunikoj i qetë totalisht. Është kulturë e posaçme, duhet me kultivu. Është pjesë e këtij edukimi, ndoshta më i rëndë. Ku unë qetësohem komplet, shpirtnisht e qetësoj vetveten për shkak se nuk lejoj asnjë sfidë për rreth, asnjë stres për rreth me ndiku në mendimin tim. Jam i vetëdijshëm, por jam me një dimenzion nivelit krejtësisht tjetër. Edhe ai është një nivel shumë pak kërkon energji për i trunit, mirë po është nivel i qetësimit. E tash, në atë nivel qetësimi, 100% realitet shumë më tepër me përqindje i afrohem realizimit të qëllimeve, se sa me ndonjë aktivitet tjetër të punës, që është me ndjersitje, me qindra akcione. Thot, shumë është me rëndësi me kuptu se lidhja mes të mendjes tonë, dijeve tona, edhe shpirtënorës e jep efektin e duhur. Aty brenda kuptohet se ka kulturë të menduar, besim të plot. Mirë po, ne kemi në durë tona mundësinë e qetësimit të trunit. Pra, fokusohemi një punë, unë do marrë një qëllim, jam i fokusuar. Dhe atë është meditim për një çështje. Çështje momenti relaksit kur unë jam i vetëdijshëm për krejt çka ndodh rreth meje. Mirë po dhe ajo e treta që është më e forta, e zhvilloj trunin tim duke hyrë në dimenzion të krijimit, ku hudhem jashtë dimenzionit kohës dhe trupit. Është shumë e rëndësishme. Edhe ajo kulturë vjen direkt nëse kemi besim të plot se ne jemi me ndihmën e krijuesit, ne jemi kreatorë. Le mendohet se ekziston një fushë kuantike, zero, ku s'ka, themi, ku është vakum. Edhe mendohet, bile, shkencërisht, është vërtetu se realitet mendimet tona nuk krijon trunin tonë, ne vetëm i iniciojmë, atje krijon, edhe mandi tërheqim. Nëse ndodh ajo atje mu kriju, çka dojmë ne mujmë prej asaj fushë kuantike me realizu në jetën tonë. Edhe ajo është dimenzion i arritshëm. Ama nuk mujmë me mri me narrativin e hajde ta quaj ashtu, nuk po du kërkem me nënçmu, po me qenë më i kuptueshëm. Për me qenë më i kuptueshëm do ta banalizoj.
me primitivizmin e masës njerëzve me cilin ju harxhoni kohën. Me mentalitetin e qajtorës. Tingër, tema që s'kan lidhje me krim. Edhe ju, ne, krejt, ma shumë e mbushim trunin ton me destrukcion se sa me konstruksion. 24 orë me ndoni, cilat janë ato mendime që ju kaprojnë ditën. Unë vetëm po mundohem një dhënë një farë formule që unë e përdori, e di se nuk është e lehtë, e di se duhet për ditë, nuk mjafton një herë në vit, një herë në muaj, një herë në javë, jo, çdo ditë. Bile çdo ditë ndoshta ka 2-3 herë. Në Islam e keni 5 herë. Gjendje e pushimit trunit. Ka shkolla, sidomos në botën lindore, po flas për lindjen e lartë, ku fëmijët para orës 50 minutësh i relaksojnë që truni me qenë çka më i kapshëm në 50 minuta të ashtë. Nuk mundet truni jonë me funksionu, po që se ne nuk e kemi trunin në pushim, ose nuk e kemi të përgatitur, nuk e kemi të kultivum për atë aftësi, ato atribute që i ka maqina maj përsosur, e quajtur kriju, i dhonën për kriju, me dhonë performancë. Edhe këte, sado që ju duket, se unë e mendoj shumë shpesh, thamave, bujme që këtë tema të thella të ronda, a thua kanë në marrë vesh njerëzit. Nuk e dija kanë në marrë vesh njerëzit, në mos me qeni bindu se se merë një vesh nuk e foli. Ama jo krejt kanë në marrë vesh, ose e merë një vesh, po nuk kanë ka me duk filozofi, leket filozofi, se kjo nuk ka lidhje me jetën. Ka shumë, ka marrë kohës, të mos për ju matriqin. Krejti një matriq, se di Isaki, unë jam 62 shise. 65. Qenë ke maj. Për ju që ka marrë dita, në një mosh, themi, mesatar, ose në mosh ma qëtyrë, kur keni me mendu për këto orë, që pa dhe po inqizohë, kur keni me ndëgjua atëherë, keni me thonë, nëse jeni të sukseshit, keni me thonë, bravo, e dëgjova, e realizova, edhe me të vërtet ndodhi mrekullia. Një mas për shka me thonë, e kom dëgju, e kom ditë se kom bo, a e ka me qenë dhimë shumë e madhë. Është fatë shumë i madhë për se cilin për jush, po dhe për mua është fatë, se tash e të tjesë po ako mundëm me kultivu, mundëm prej tash, do të thotë mi dhonë vetës jetë përmes krijimit të ati mendimit, po, edhe me kultivu në breza tjerë në familje, kur nuk është dvorë, po për ju që jeni matri, është jashtëzakonisht e vyshme. Në jetën private, në biznes, pa marrë që shka punoni, mi kuptu këtë rregull. Edhe kur këto bashkë dyzohen, themi, është një orë, është ora tjetër, është prezentimi tjetër, ato bëhen 100, 200, 300, që ju ndëgjoni, është sikur me pas dije jo formale, doktoratura, në labi të ndryshme që bashkarisht janë të ndërlidhura, janë kompatibile. Edhe japin një personalitet tjetër. Spaku, kur të hapë një gojën, a është, themi, mbledhje familjare, në ceremoni familjare, ceremoni mortore, parë parasysh ku jeni, kur të hapë një gojën, kanë me parë njerëzit tjetër intelekt. Dhe kanë me dasht, ju konsultu juve. Ju pyet çka mendoni për këtë punë, çka mendoni për këtë punë. Antarët e familjes kanë më vlerësu shumë aty. Tu fillu prej gruas, burrit, shumë është më rëndësi. Fëmijëve. Po, krejt në keleve shumë këtë botë, me asi përgatiti kur të shëmë këtë botë, betet një zbrastim. Ama nëse kultivoj mirë në familjet tonë, rrethin tonë, atër zbrastina është shumë më e vogël. Për shkak se ka vazhdu shumimi i vlerave sublime dhe të mira. Vetëm në kësi forme krijohet vlerë. Sidomos në network, a ne punojmë network. Unë
para 13 vjetëve. Më pas njoft ju mu, që thonë kjo është, do thotë njerëz që më ka njoft, kom njerëz në strukturë që më ka njoft. Do dallimi është shumë i madh, ose shoh, unë e shoh vetë, por nuk e shoh sa e shohin ata. Do kjo është sikur nata me ditë. Kemi qartë, edhe është e kuptueshme pse deri para 13 vjetëve suksesi ka qenë shumë i kufizuar. A pse tash është ndryshe? Mu për shkak se i kom pranuar rregullat e lojës. Bile më dhimbë se vetvetja që s'jam më i ri, për me pas më shumë kohë, më shumë e mësu. S'kam katë më të madhe me shku 24 orë, zotit. Një që këtë, mos me kultivu. Kur ta kultivoni mendjen, e shifni tamam me qetësi, detit qetë, e shifni tamam, a ja vlen a nuk ja vlen. Edhe as një mendimi tjetrit që është negativ, nuk ju ndikon me në mos suksesin e një. Njerëzit tjerë që flasin negativisht, ta nuk janë të vetëdijshëm se i dëmtojnë edhe ju. Shifnim, nëse keni fëmijë, 1 vjeçar, edhe më të vegjël, 2 vjeçar, 3 vjeçar, ata luajnë edhe ndëgjojnë muhabetin ju që vënë. Shumë duhet me pas kujdes. Nuk jeni të vetëdijshëm çfarë përgjegjësi e keni në jetët e tyre. Në temat si mendojnë njerëzit, pi duhanit i mshojnë kur ka foshnje, e deri të temat më të rënda, bile edhe ngrisin zonin, duke mos e ditë pasojnë që e shkaktojnë fëmijëve, se fëmija mëson në atë që e shef, jo atë që e dëgjon. Po e dëgjon, me dëgjim e tërheq vëmendjen, edhe mandej ata e shohin rrethanë dhe në bazë të asaj krijohet person me atribute me performanca që thithin të mirën, apo me atributa dhe performanca që thithin të keq. Edhe aty mandej ndalen kriminali apo jo kriminali. Tu i pa emisione shkencore, tu i gurumtu ma thellë, me pa truri kriminalit ka gavra, ka gropa, mendje së mirë. Truri pasiv nuk mendon kur për të mirë. Thonë të baba em, ik ba prej Dembelit. Dembelit kur si shkon mendja të e mira. Veç të e keq. Nuk mundet, kjo është njësoj sikur, shifni nëse nuk e kultivoni, themi, trullin. Çka rritet? Thera. Njësë është me trullin të. Nëse ne lejëm me rritë thera, ne jemi thera, ku gjë tjetër. Shumë është të rëndësi. Do ta vazhdojmë temën në javën e ardhshme, për shkak se janë tema shumë interesante që njëra me tjetrën janë të lidhura. Për marrë deri te kulturën tonë të menduarit. Për shkak se është muaji i Ramazanit, po hapi kështu tema të thella, se po mendoj se edhe gjendja juaj mentale është më e hapur për i pranu këtë tema.